Ermal Beqiri, pjesë e rrjetit të Akshit, u vu në pranga nga autoritetet franceze pasi fluturoi me avion privat mbi një central bërthamor. Policia franceze sekuestroi pajisje elektronike dhe mesazhe që përfshin muajt e arratisë dhe biseda me kontaktet e tij në Shqipëri. Mbrojtja e deritanishme e Agasit të shembur, ndërsa strehuesit e tij kanë kërkuar të largohet nga frika e zbërthimit të komunikimeve. Arrestimi i bujshëm i Ermal Beqirit në Francë ka shkaktuar një efekt domino dhe panik të gjerë në radhët e ish drejtuesve të Akshit dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Beqiri, i cili u kap pasi fluturoi me një avion privat në lartësi të ulët, një veprim që justifikoi përpara autoriteteve franceze si shpërqendrim nga një telefonat me nënën e tij, mbante vetë pajisje elektronike që përmbajnë të dhëna kyçe. Sipas raportimeve të mediave franceze, si Journal du Dimanche, pajisjet dhe mesazhet e sekuestruara përfshin komunikimet e Beqirit gjatë gjithë periudhës së arratisë, duke rrezikuar të hapin një kapitull të ri në dosjet e drejtësisë për abuzimet me tenderet dhe kontratat e Akshit. Ergyes Agasi e di mirë se loja mori fund. Në pajisjet që policia franceze i sekuestroi Beqirit ndodhen bisedat e tyre, të shkëmbyera gjatë gjithë periudhës së arratisë, plane dhe vendime që tani janë në duart e drejtësisë dhe që mund të groposin përgjithmonë koordinatorin e krimit. Arrestimi i Beqirit nuk është thjesht rënja e një të arratisuri, por goditja që i mungonte SPAK-ut dhe BKH-s, jo për Beqirin, por për Agasin. Prej 5 muajsh Agasi lëvizte i qetë në territorin shqiptar, i shpallur në kërkim por i paprekshëm, i kërkuar nga SPAK-u por i informuar nga brenda. Policia e shtetit dhe shefat e shishit i garantonin atij lirinë e lëvizjes, ndaj BKH-ja nuk e gjente dot, sepse ai dinte çdo hap të hetuesve përpara se ata të lëviznin. Por tani Beqiri ka rënë dhe bashkë me të është qarë dhe mburoja që mbante të mbrojtur Agasin. Pajisjet e sekuestruara në Francë përmbajnë jo vetëm të dhënat e arratisë së Beqirit, por edhe komunikimet që tregojnë se kush e mbronte, kush e furnizonte me informacion dhe si funksiononte makina e mbrojtjes që mbajti Agasin të paprekshëm për 5 muaj. Mbrojtja e tij është shembur dhe strehuesit po e braktisin nga frika e zbërthimit të komunikimeve. Rrethi po ngushtohet dhe koordinatori i krimit e di se tani nuk ka më ku të fshihet.